Doshjet Epstein kanë hapur një vallë emocionesh të forta: zemërim, shkëngjim, nevëri, mosbesim ndaj botës dhe ndaj njerëzve që mbajnë pushtet. Është normale. Kur shohim padrejtësi, mendja dhe zemra reagojnë. Por këtu është pika ku duhet të ndalemi për një moment dhe të marrim frymë, sepse ekziston një rrezik i heshtur, që duke u zhytur pafundësisht në errësirën e veprimeve të tjerëve, të fillojmë të dëmtojmë veten tonë. Kur fokusohemi vazhdimisht te e keqja, energjia jonë shpërndahet aty. Mendja lodhet, zemra vështohet, shpirti i rëndohet, dhe pa e kuptuar, ne fillojmë ta shohim botën vetëm përmes frikës dhe zhgënjimit. Ajo që kanë bërë njerëz të tjerë, kushdo qofshin ata, nuk është historia jote, është historia e zgjedhjeve të tyre, dhe çdo zgjedhje mban pasojat e veta. Ti nuk je këtu për të mbajtur peshën morale të botës mbi shpatulla. Nuk je këtu për të djegur nga semërimi për gjëra që nuk i kontrollon. Nuk je këtu për të ushqyer urrëtitjen, edhe kur ajo duket e justifikuar. Pyetja më e rëndësishme nuk është si munden njerëzit të jenë kaq të ligë, por si mund të mbetem unë i drejtë në një botë të trazuar. Bota nuk shërohet nga ekspozimi i skandaleve. Bota shërohet nga njerëz që zgjedhin ndërgjegjen, ndershmërinë dhe mirësinë, edhe kur është e vështirë. Ji i mirë me njerëzit që ke afër. Ji i drejtë në fjalë dhe në veprim. Mos lejo që e keqja e të tjerëve të helmoj karakterin tënd. Të jesh i mirë nuk do të thotë të mbyllësh syt. Do të thotë të mos lejoj që errësira të të ndryshojnë atë që nuk je. Drita nuk bërtet, drita nuk apuzon. Drita thjesht qëndron dhe ndriçon. Dhe sa herë që ti zgjedh të jesh njeri i mirë, pa zhurmë, pa urrëtie, pa helm me zemër, bota ndryshon pak, jo nga titujt e mediave, por nga ndërgjegja njerëzore. Mos e lon shpirtin tënd me barrën e gabimeve të tjerëve. Ruaje pastërtinë tënde, sepse ajo është kontributi yt më i madh për një botë më të mirë. Like dhe follow për një dritë që nuk shteron kur.